Grupi I parë I qytetarëve të evakuar nga lindja e mesme pritet të arrijë sot. Kryeministri Kristian Mickoski bëri me dije se ditët në vijim janë organizuar edhe 4 fluturime charter dhe se kanë mbetur edhe disa vende të lira për qytetarët që duan të kthehen. Ajo që ne mbetimi të fokusuar është grupi I parë I qytetarëve tanë që sot duhet të vinë nga Dubai në Shkup, grupi I parë që evakuojmë. Kjo do të vazhdojë edhe në ditët në vijim, pra qytetarët tanë që vinë nga Dubai në Shkup. Kemi organizuar charter nga Arabia Saudite në Shkup. Ata duhet I pranojnë qytetarët tanë nga Katari dhe Kuvaiti. Ato pres që të vinë të mërkurën. Kështu që kemi organizuar 4 fluturime charter, kanë ngelur edhe disa 10 vende të lira. Mickoski tha se edhe disa vende të rajonit I kanë lutur që të marrin edhe qytetarë të tyre për në Maqedoni. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Jashtme njoftoi se kanë lidhur marrëveshje me një kompani ajrore në përputhje me ligjin për prokurim publik dhe sipas planit të përcaktuar dhe dinamikës së parashikuar, pritet që të gjithë qytetarët që kanë shprehur gatishmërinë për t'u kthyer të evakuohen deri në mesin e javës së ardhshme. Procesi është koordinuar plotësisht nga Ministria dhe përfaqësitë diplomatike dhe konsullore në rajon. Përfundimi I procedurës së prokurimit publik është një konfirmim I veprimit në kohë dhe me përgjegjësi drejt mbrojtjes dhe kujdesit për qytetarët e Maqedonisë. Sipas të dhënave të fundit, ambasada në Doha është kontaktuar nga 150 shtetas të Maqedonisë, nga të cilët 95 kanë shprehur gatishmërinë për evakuim. Ambasada në Abu Dhabi është kontaktuar nga gjithsej 585 persona që e banojnë në Emiratet e Bashkuara Arabe, si dhe 36 persona nga Kuvaiti, 15 nga Bahreini dhe 5 nga Mbretëria e Arabisë Saudite.